Mirë se u rikthyet, vazhdojmë të qëndrojmë në kuzhinë, përgatisim recetën e dytë, sjellim pak produktet në tryez. Kemi një përgatitje me mielin e orizit apo jo? Me kos, me vezë, me krip, me piper të zi, e shohim të strukturuar, të shkruar recetën, produktet i kemi në tryez, ndërkohë edhe ju presim të na telefononi. Ja tek kemi recetën. Një supë me kos do t'i shtojmë mielin e orizit si pjesë lidhse edhe përshije të kësaj recete. 3 lugë na duhen nga mielli i orizit, 2 lugë gjelle gjalp ose vaj ulliri, 1 qep mesatare, 1 karot mesatare, 1 litër lëng pule ose ujë, 250 gram kos i trash, 1 e verdh veze, krip, piper, pak majdanos ose koper për sipër. Pra, miell orizi, vaj ose gjalp, 1 qep, 1 karot, lëng pule ose ujë, kos, 1 e verdh veze, krip, piper, majdanos ose koper. Kjo është receta. Ne do ta përgatisim tani dhe ju do ta ndiqni hap pas hapi. Kemi lëngun e pulës nga receta tjetër. Lëngu i punës? Po, i përvishëm i punës dhe të lëngu i pulës, unë kam vendosur 1 karot, edhe 1 qep. Gjyqi qepën e marrë dhe e vendos në blender. Pa nuk e heqim fare, o ta përdorim qepën. Bashkë me karotën. Këtu dhe pjesën tjetër. Dalëse. Me pakës kos. E duke qenë se ka ndyrë vetë lëngu i pulës nga zjerja, kemi treguar pa kujdes dhe kemi zgjedhur kosin 0 i ndyrë, 0.5% i ndyrë nga lufra, që të mos e kemi të rëndë, si të thuash, në përqindjen e yndyrës. Ndryshoj pozicionet. Dikur kur bëj gjimnastika e mëngjesit në radio, ndryshojmë pozicionin, shkojmë në pozicionin fillestar gjë që është e nxjerrja. Do të shtoj 1 pjesë gjalpi. Do ta lë të tretet, jo aq sa të digjet. Kam mielin e orizit. Pakos fare, derisa ja. Pra, është miell orizi dhe jo miell misri, sepse shpeshherë Niki, të lutem, a ma merr pak atë garuzhdën? Derisa të kem këtë trajtën e përthithjes në tretjen e duhur. Është shumë e shpejt tretja e miellit të orizit. Desha të bëhet një masturmund dhe sigurisht që kjo supë do të konsumohet e ngrohtë, se në momentin që e lëm për të nesme ose për një vakt tjetër, fillon dhe ngurtësohet. Pa tjetër, dikur, për shembull në brezim po, që është rritur me miell orizi, brezim.
Po, mielli i orizit është ushqimi i parë tek fëmijët, duhet Po, patjetër që edhe tani thjesht janë të koncentruara që vendosen në kutitë e qumshit. Pra është normalisht është aja dhe zh-ja. E L duke ulur pak nxehtësinë. Kam me kopër majdanos lëngun e tyre ujin, pra e bimbe me mjekësore. Të tillë. Dhe tamam bimbe mjekësore. Ja. Dhe e L të bëhet avash. Kam një të verdhë. Një të verdhë veze. Vetëm të verdhën do t'ja shtojmë tek supa. Qepa dhe karota, pasi kanë zjerë, e kemi kaluar në grirse, duke i kaluar në krem, i bashkë me të verdhën e vezës, tani tek lëngu do ta kaloj i orizit dhe i pulës bashkë. Pra, dua të jetë një supë disi më ndryshe, të ketë vlerat e veta, sepse nëse unë kam vetëm mielin e orizit, çfarë do të marri supa vetëm mielin e orizit, do thoni ju ka lëngun e mishit. Por mua nuk më duhet me proteinat, mua më duhet që të ketë dhe vitaminat që përfitohen nga perimet. Ja. Limitoj, nëse unë dua, pa tjetër dhe jo nëse dua, limitoj masën e mishit. Duke shtuar vezën dhe kosin. Shumë e mirë, ideale tani për spinën. Një shpërbërje e duhur. Me ditët e vjeshtës dhe ka lëngun e pulës, ka kosin, ka vezën, proteinat i ka të duhurat pra. Gjithashtu qepën edhe karotën. Patjetër që duhet të shoh, të fluskoj pak, të zjej, që të lidhet mirë lëngu me pjesën e miellit. Do kripën, se pas kam pa krip. Dhe pak, shumë pak, piper, normalisht në varësi, në përdorimin çfarë moshe, tek fëmijët të kushtojnë piper. Dhe e lë këtë mas të trashët, duke marë koper të grirë. Ja marrim një tufës këtu. Falë pak. Këto supat që janë kremoze, delikate, si të mëndafshta, e kanë të nevojshme dhe ju shkon shumë pjesa e koperit. Se edhe vetë koper, nëse gjejmë kuptimin e fjalës, është qetësues, pra ka një aromë qetësuese. Pra koperi, finoku janë. Do të shtoj një pjesë. Dhe filloj shumë e mirë ka dalë, kremoze e lidhur mirë, e shishme, me elementet e duhur. Në fund fare, që të mos pritet, ali që nuk ka rrezik të pritet, se kemi vetëm të verdhën e vezës. Por, e mora këtu që të shikohet. Nga gjithsesi. Kos dhe verdha e vezës. As edhe një herë që unë ta marr dhe të ndërpres procesin, sepse është e verdha e vezës që ju duhet.
Nëse ju nuk doni që të mbaj veza erë, e kemi thënë vezë edhe pakës uthull. Po, e largon aromën. Largon aromën e vezës. Uthulla nuk është vetëm pastrues, një larës i mirë për të larguar bakterjet, por dikon dhe në largimin e aromave, për shembull, sikurse ne mund të vendosim tek lule lakra një kore buke ose uthull. Sod. Normalisht edhe soda ruan edhe ngjyrën. Të dyja këto përdoren gjërësisht sot edhe në pastrim, jo vetëm në përgatime. E vendos sërisht. Dhe kështu e kemi fik përfunduar, vatrën dhe e lë vetëm me nxehtësinë. Po mi pak arpakun e lufrës, pra me kosin 0 gatuam sot nga lufra. Për t'i dhënë shije dhe për të lidhur atë pjesën, siç tham, të verdhës së vezës dhe bashkë me miellin e orizit. Ndërkohë, do të përsërisim dhe një recetën përpara se të shkëputemi për publicitet. Kemi përfunduar tavën, tava është duke vazhduar procesin termik në furr bashkë me mishin dhe orizin, duke që ka marrë një ngjyrë të kuqërem. Besoj se kur të kthehemi do ta kemi gati për ju për t'ua treguar të përfunduar, po ashtu edhe supën. Një përmbledhje të përbërësve të supës me miell orizi, me kozë dhe me të verdhën e vezëve. Ja tek e keni, 3 lugë miell orizi, 2 lugë gjelle gjalp ose vaj, 1 qep, 1 karot. Të dyja këto i zjeni me pulën, të zbutet dhe i kaloni në mikserin, në grirsen, që të bëhet si mas kremoze. 1 litër lëng, ose thjesht me ujë, po me lëng pule del më e shishme dhe ka më shumë vlera. 250 gram kos i trash, 1 e verdhë veze, krip piper, dhe pak majdanos ose koper. Ne zgjodhëm koperin, na shkon më shumë me këtë supë. Kështu që 2 vate, nëse zgjedhim që supën ta konsumojmë në mbrëmje. Se është bosh ai bidoni apo e përdore? Do ta përdor për pastaj. E përdora. Që tash ne bidoni bosh në tryez, po pas ka menduar diçka tjetër Albana. Këto ishin 2 recetat e para, supa dhe tava me oriz dhe pul. Do t'i gjeni patjetër me fotot e tyre edhe në rrjetet sociale. Për mënyrën e përgatitjes, besoj se jeni të qartë, me miellin supën me miellin e orizit, e nisëm përpara duke ka urdisur pak në gjalp, Albana shtoi më pas lëngun e pulës, e trazoi, kishte zier tek lëngu i pulës qepën edhe karotën, i griu ato, i bashkoi me lëngu dhe miellin e orizit, duke shtuar dhe koper, e duke përmirësuar shijen me krip piper të zi dhe me pak gjalp që të mbajë atë aromën dhe të jetë e mëndafsht kremoze supa.